Nuk është mirë me gabu me mu, Joz Marku tregon të vërtetën pas videos me stresin. Do marrësh hakun tënd si për mirë, si për keq. Ish banori kontroversi Big Brother VIP Albania Josefin Marku ka rikthyer sërish vëmendjen e publikut, këtë herë me një deklaratë që po trondit rrjetet sociale. Pas videos që bëri buj, ku shihej duke u përqafuar ngrohësisht me reperin Stresi, Jozi ka vendosur të thyej heshtjen dhe ajo që tha ka lënë të gjithë pa fjalë. Në një intervistë televizive në Kosovë, Jozi rrëfeu se takimi me Stresin nuk ishte thjesht një shenjë pajtimi apo miqësie, por diçka shumë më e thellë dhe më e ndërlikuar. Stresi është djalë i mirë, por mes nesh nuk ka qenë vetëm shoqëri. Ka pasur një lidhje tjetër të gabimet që kanë ndodhur brenda shtëpisë duhen sqaruar, tha ai me ton serioz. Publiku e kujton mirë përplasjen e tij me disa banor të BB-ve, me styre dhe gjesti, por askush nuk e kishte imagjinuar se pas dritave të kamerave mund të fshihej një histori e tillë. Videoja ku Jozi i kërkon të Stresit ta puthte, që dikur u mendua si një shaka, tani merr një tjetër kuptim. Duke folur për shprehjen e tij të famshme, nuk është mirë me gabu me mu, Jozi e interpretoi si një paralajmërim të hapur për të gjithë ata që e kanë lënduar. Nëse gabon me mua, do e marrësh hakun tënd, si për mirë, si për keq, deklaroi ai me vendosmëri. Unë jam njeri që nuk harroj, as të mirën, as të keqen. Dhe kush më ka ofenduar, do ta takoj një nga një. Do ketë një sqarim ballë për ballë. Jozi hodhi poshtë çdo mundësi bashkëpunimi artistik me Stresin, duke nënvizuar se qëllimi i tij tani është drejtësia, jo fama. Nuk jemi takuar për bashkëpunim. Unë nuk kam nevojë të ngrej emrin tim, duke hedhur bajt mbi të tjerët. Por kush ka guxuar të më dëmtoj, herët avon do përballet me pasojat. Nuk është mirë me gabu me mua. Deklaratat e tij kanë tronditur botën e showbizit shqiptar, duke lënë pezull shumë pikpyetje për raportin e vërtet mes Jozit dhe Stresit. Një gjë është e qartë, kur flet Jozi, heshtja thyhet dhe dridhet gjithçka për e. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!